Mirë mbrëma të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte do të ndjekim një material të realizuar në Spitalin Amerikan 1 në Prishtinë bashkë me doktorin Arsim Thaçi, specialist i otorinolaringologjisë, i cili ka kryer një ndërhyrje të avancuar endoskopike në sinusin frontal tek një paciente. Ndjekim materialin. Problemet kronike me sinusët mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës, duke shkaktuar vështirësi në frymarrje, bllokim të vazhdueshëm të hundës, sekrecione dhe humbje të shqisës së nuhatjes. Në Spitalin Amerikan në Prishtinë, specialisti i otorinolaringologjisë Arsim Thaçi realizoi një ndërhyrje të avancuar endoskopike në sinusin frontal. Sipas doktor Thaçit, pacientja përveç inflamacionit kronik të sinusëve vuan edhe nga astma bronkiale dhe intoleranca ndaj disa medikamenteve, gjendje që ka ndikuar ndjeshëm në cilësinë e jetës së saj. Për shkak të përhapjes së polipozës dhe bllokimit të hundës, është vendosur të kryhet hapja maksimale e sinusit frontal me teknikë endoskopike. Jemi para blokut operativ, do të operojmë një operacion që njihet në gjuhën e otorinolaringologjisë, pra në fushën e rinologjisë, si procedura DRAF 3 e sinusit frontal. Është një indikacion i arsyet të një paciente që ka përveç smundjes të rinosinusitit kronik tip 2 inflamacion, si njihet aktualisht, sipas klasifikimit aktuale, ka dhe astma bronkiale,
Ka dhe intolerancë në grupin e nitsteroidale antireumatika, në pranë ibuprofen, aspirin, Voltaren. Gjitha këto çojnë deri te një smundje që e dobëson shumë kvalitetin e jetës, domethënë të pacientën fjalë. Gjithë hunda, edhe sinuset paranazale, janë me polipoz nazale, pra rhinosinusitit kronik të 2 inflamacion, manifestohet me bllokim të hundës, me sekrecion, po edhe me dobësim të shqisës së nuhatjes të pacientit. Pra kvaliteti i jetës është jashtëzakonisht i dobësuar, edhe aktualisht rekomandohet te ky grup i pacientëve qysh në fillim të procedojmë procedurën draft 3, pra të hapën gjitha sinuset paranazale, po ashtu edhe një hapje maksimale sinusit frontal, lidhen 2 sinusit frontale, gjithë operacioni kryhet me teknike endoskopike, endonazale, pra nga zgavë natyrale të hundës, pa preme nga jashtë, me dhimbje, themi, me qëndrim spitalor 2 net, me dhimbje të menaxhueshme, pra moderate. Pse e bëjmë këto? Pse e rekomandohet, pra, për shkak se smundja rhinosinusitit kronik tip 2 inflamacion ka një shkallë të madhe të recidivit. Sidomos të ky subtyp që të themi, duhet qysh në fillim, qysh në operacionin primar, pra, të rekomandojmë një kirurgji madhore të avancuar, domethënë jo kirurgji minimal invazive, po me vetë vërtet një kirurgji madhore, invazive, po që është komplet nga zgavë natyrale të hundës. Kjo mundson që të zvoglohet inflammation load, domethënë shkalla e inflamacionit, mundsohet trajtimi post-operativ, të shpëlarja hundës me kortikosteroid, në mënyrë që kemi një shkallë më të madhe suksesi. Këto që disa vite e realizojmë në spitalin amerikan, unë si kirurg me pasion edhe në fushën e rhinologjisë, aktualisht edhe ku e praktikoj spektrin e njëjtë operativ edhe në Gjermani, është një kirurgji me të vërtet e avancuar, edhe ndihem shumë i lumtur që këto kirurgji afrojmë në Kosovë, afrojmë në spital amerikan, ku jam pjesë e spitalit amerikan, edhe afrojmë një shkallë të madhe shumë suksesit. Pas vlerësimit klinik dhe eksaminimeve përkatëse, ekipi kirurgjik përgatitet për ndërhyrjen. Operacioni realizohet tërësisht përmes rrugëve natyrale të hundës. Fal teknikave moderne endoskopike, kirurgu arrin deri te sinusët pa pasur nevojë për prerje të hundës.
Sinuset frontal ndodhen në pjesën e ballit dhe komunikojnë me zgavrën e hundës përmes kanaleve shumë të ngushta. Kur këto kanale bllokohen nga inflamacioni kronik ose polipet, sekrecionet nuk mund të drenohen normalisht, duke shkaktuar simptoma të vazhdueshme dhe infeksione të përsëritura. Me ndihmën e kamerës endoskopike, kirurgu punon në një hapësirë shumë të vogël, ndërsa çdo lëvizje monitorohet në ekran me zmadhim të lartë. Kjo metodë mundoson një ndërhyrje më precize dhe ruajtjen e strukturave përreth. Qëllimi i operacionit është krijimi një hapje sa më të gjerë të sinusit frontal në mënyrë që ventilimi dhe drenazhi të rikthehen në normalitet. Në këtë rast po realizohet procedura DRAFT 3, një nga ndërhyrjet më të avancuara në kirurgjinë endoskopike të sinusëve. Për shkak të afërsisë së sinusit frontal me bazën e kafkës dhe orbitën e syrit, kjo konsiderohet një zonë anatomike që kërkon përvojë dhe precizicion të lartë kirurgjikal. Çdo hap kryhet me kujdes maksimal për të shmangur dëmtimin e strukturave përreth.
përparësitë kryesore të kirurgjisë endoskopike është fakti se pacienti nuk ka prerje të jashtme, gjë që ndikon edhe në rikuperimin më të shpejt pas operacionit. Edhe pse teknika është minimalisht invazive, bëhet fjalë për një ndërhyrje komplekse, e cila kërkon planifikim të kujdesshëm dhe njohje të detajuar të anatomisë së hundës dhe sinusëve. Gjatë gjithë operacionit monitorohet gjendja e pacientit, ndërsa ekipi kirurgjik punon në koordinim për të garantuar sigurinë e ndërhyrjes. Pas afro 3 orësh punë, ndërhyrja përfundon me sukses. Doktor Thaqi se operacioni ka kaluar pa komplikime, derisa shpjegon hapat e mëtejmë post-operativ. Sa po përfundoi operacioni, diku zgjatje 3 orë, pa asnjë komplikim, punua me teknikën endoskopike, me instrumente shevër dhe drill, dy instrumente që duhen patjetër procedura e sinusit frontal tip 3, draft 3, si njihet. Pacientja do të hospitalizohet për 2 net këtu, edhe pastaj do të ketë një trajtim 2 javor post-operativ që do të kujdesemi për pacientën, vizitat e rregullta, 3 mujore, sidomos në vitin e parë pas operacionit do të jemi ashtu kërkohet një trajtim i ngushtë afatit kohor për arsye që nëse ndodh diçka të kemi me njët mujnë me intervenu ose të trajtimin medikamentos të diskutojmë pacientën, kështu që rekomandohet intervale kohore 3 mujore. Këtu esenciale, që pas 2 dite kur tiqen tamponat, esenciale është edhe trajtimi me shpërlarje të hundës, me kortikosteroid, ato do vazhdojmë ndoshta 1 muaj për këtë lloj të patologjisë.
të tilla endoskopike po u japin mundësi shumë pacientëve me sëmundje kronike të sinusëve të përmirësojnë frymarrjen dhe cilësinë e jetës pa pasur nevojë për prirje të jashtme. Megjithatë, doktor Thaqi thekson se kontrolli i rregullt pas operacionit dhe ndjekja e trajtimit të rekomanduar mbeten po aq të rëndësishme sa vetë ndërhyrja kirurgjikale. Të dashur shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen sonte. Intervistën edhe materialin e plot e gjeni edhe në kanalin zyrtar të shtat në YouTube. Ne takojmë sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqishnetan.